kjo kalon në votim pa një debat të mirëfillt. Debat? Tyre. Ka filluar kuvendin në orën 10, jemi në orën 12, e pak, dhe nuk është e mundur të filloj diskutimin për emrin e ditës. Në momentin që merr fjalën një antar i Këshillit Ministrave, ke disa mercenar nën urdhrat e Sali Berishës, të cilët turren për të mos lënë ministrat flasin, hyen me një fjalor rruga shëror nga drejtuesin e seancës tek antarët e Këshillit Ministrave apo çdo koleg tjetër, dhe jemi në një situatë që mua nuk është se më duket e papritur. Tu ka një strategji tepër të qartë të një personi të vetëm. Sali Berisha këtë e ka zanat. Pra, po ta shikoni, bëj fjalë për shembull për një kërkesë për interpelancë. Neni përkatës thotë që debati zhvillohet mes pozicionit të kryetarit të kuvendit dhe deputetit propozues. U mbaj qëndrimi duhet kalosh në votim. Tani deputeti propozues merr fjalën dhe thotë dëgjoj, do thotë diçka për procedurë për këtë çështjen, ky personi këtu që s'ka lidhje. Dhe pastaj ky personi merr fjalën për interpelancën dhe mban pastaj një prua psikik në ato që vjen e me që jam këtu. Edhe ti themi ca gjëra se s'mund ta them sot në seancën e kuvendit. Se kam dëgjuar shpesh kë zallamahin e Partisë Demokratike që thonë se ç'është një individ Artur Sheu, e thanë dhe sot. Tani për transparencë të publikut, ky Artur Sheu është njeriu që ka transportuar në makinë vetë Sali Berishën në vitin 2000 për të hyrë në Vlorë. Që të jemi korrekt, i themi ca gjëra dhe e di Vlora, e di gjithë Shqipëria. Pra, ky njeriu që na kërkon ne përgjegjësinë ja kërkoi vetes. Unë nuk kam ofruar me të. Asnjë nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste. Ky Sali Berisha është personi. Të lutem. Po dakord, që filloi. Po kujt mund ketë hyrë sekretar Saliu për këtë. Tani të lutem, ta mbaroj. Tu jemi në një situatë që dihet, pra Sali Berisha nuk do që të flasë njëri nga të tjerë. Do që ta monopolizojë atë gjën, e merr fjalën 7 herë për procedurë, edhe pse rregullore thotë mund merr fjalën vetëm një herë. Dhe e njëjta gjë ndodhi edhe në seancën e 18 shtator. Po ta mbani mend. Kishim rënë dakord në konferencë kryetarëve për mënyrën ram sot dakord, merrni procedurbalin, ju lutem, merrni procedurbalin e sa do fillon merrni procedurbalin e konferencës së kryetarëve. Ram dakord që sot nuk do të kemi më diskutime të zgjatura për procedurbalin për procedurën, por meqense dakordsuam 10 orë debat për 4 çështje, të fillojmë me njëherë duke filluar me 2 mocione debat. 2 orë nuk hyn dot në rendin e ditës. Dhe po a them sot, si kryetari i grupit, sa kohë jam kryetari i grupit të kësaj shumice parlamentare, në momentin që strategjia e Saliut për të mos lënë flasin deputetët e tij, për pasojë mos na lë flasim as ne, do të marrë këtë përgjigje. Pra, në momentin më të parë që mas 30-40 minuta, një orë, përpjekje për ta vendosur seancën në shina, përpjekje e Sali Berishës për të mos lejuar kuvendin të hyjë në normalitet, se kjo kuptohet, nuk ka askush që nuk e di që kjo është strategjia e tij.